rikthyer në studio në këtë maraton elektorale. Do të shkojmë direkt në një lidhje me qarkun e Vlorës, aty ku është gazetarja Alma Çela së bashku me kandidatin për deputet ministrin Piro Vëngu. Përshëndetje. Shumë kënaqësi që jemi së bashku në këtë lidhje direkte. Si po shkon procesi deri tani nga monitorimi që ju po i bëni edhe në terren? Në fakt, gjithë procesi i numërimit po shkon si kundër ka shkuar dhe gjithë fushata, pra fushatë e qetë, dinamike, por pas një ngarkesë dhe tension, dhe njëkohësisht jemi në një proces numërimi që po vijon, kemi ende shumë të tilla të punuar në Vlorë, veçanërisht në bazat e Vlorës, por gjithë trendi është jashtëzakonisht pozitiv. Delvina kishte një rezultat të jashtëzakonshëm, Saranda po ashtu vijon në fort. Kështu që jemi brenda pritshmërive dhe brenda ambicisë tonë për rezultatin e kryesdiellit. Ndërsa Delvina ka përfunduar, Himara ka përfunduar gjithashtu, Konispoli ka përfunduar, janë këto bashki në pritshmëritë që ju kishit në raport me këto zgjedhje? Po. Të kombinuara dhe duke e parë të gjithë qarkun si një tërësi, dhe nuk duhet harrojmë këtu që duhet të konsiderojmë edhe votat e diasporës, kemi pasur një pjesëmarrje të jashtëzakonshme nga diaspora vlenjate, mbi 75% pjesëmarrje, të cilat do edhe këto vota patjetër do të presin që të numërohen në pritshmëri, që të dëgjohet gjithë zëri i gjithë qarkut të Vlorës, por besoj se jemi padyshim në një ritëm shumë pozitiv, me rezultate siç i kishim parashikuar, që na jep në mundësinë të kemi ambicien në një mandati të nëntë në Vlorë. Pra ju e synoni mandatin e 9 dhe shikoni të arritshëm, edhe pse për momentin jemi në vlera 8-4, në shifra 8-4. Absolutisht, sepse është zgjerimi i fushës së lojës, pra i fushës së diasporës, që na mundson gjithashtu që të kemi një ambicie më të lartë. Duhet të presim që të përfundojë me sukses gjithë procesi i numërimit. Ben Andoni, analisti, ka një pyetje për ju. Po, zoti Andoni. Përshëndetje. Unë fakt më ka shqetësuar që në vitin 2021, po edhe në vitin 2025, në këto orë të fundit, qarku i Vlorës me gjithë fjalët pozitive që thoni juve, nuk keni mundur të mobilizoni që pjesëmarrja të ishte më e madhe. Pse ka ndodhur kjo në mendimin tuaj? Unë mendoj që kësaj radhe duhet të kemi një analizë pak më ndryshe dhe të analizojmë bashkë me pjesëmarrjen e diasporës. Nëse shohim pjesëmarrjen e diasporës dhe pjesëmarrjen vendore, kemi një pjesëmarrje relativisht masive, edhe për Vlorën, që konsiderohet tradicionalisht si një qark ku si bastion socialist ka një tendencë konsiderohet që me pasivitet pjesëmarrja në votim. Gjithsesi, duhet marrim parasysh disa konsiderata, kishim edhe aktive ndërkombëtare në këtë fundjavë në Vlorë, Gjiron e Italisë, që u realizua me shumë sukses, por që patjetër edhe kjo ndoshta mund të kenë ndikuar në nivelin e pjesëmarrjes, jo detyrimisht të votuesve tanë, të paktën kjo vlen të theksohet nga skrutinimi i votës dhe i numëruar në Vlorë. Kështu që vlen për tu analizuar më vonë se ku ka ndikuar më shumë ulja e pjesëmarrjes në disa zona të qytetit. Nuk e di, keni një koment tjetër, zoti Andoni, apo? Nuk kam, vetëm doja këtë në përgjithësi. E mendon zoti Vëngu që ky pushtet i jashtëzakonshëm është një mundësi që Partia Socialiste të goditet nga brenda, të jetë një ngrehim që të bjerë nga brenda? Keni një koment? E dëgjuat? E dëgjova shumë mirë çfarë tha zoti Andoni, nuk kam parë këtë përmbështetje të lexim. Unë duke pasur privilegjin të qenurit me listën bingur, nga pasur mundësinë që të bëj një fushat për skuadrën socialiste, për gjithë skuadrën, ka përjashtuar askëm në listën e të hapur, dhe kam parë socialistë dhe jo socialistë, të cilët më janë bashkuar. Kam parë vlonjat shpirt lirë, të cilët kanë qenë shumë kërkues, kanë kërkuar llogari për gjërat që nuk janë bërë, dhe kam parë një mundësinë, një shansi që i jepet kësaj force politike që të
ta çonte më tej të gjitha ato gjëra që mund të ketë arritur në këto 12 vite. Kështu që unë vërej një skuadër totalisht të mobilizuar, por e vendosur Kemi një problem të madh, të bollshëm, të kënaqshëm. Të falenderoj shumë për këtë lidhje direkte, ju uroj suksese në vijim dhe shpresoj që procesi të ecë me ritme të shpejta. Në fakt, nga gazetarja Alma Çela pak më parë mësuam edhe disa nga votat e diasporës që kanë filluar të numërohen për qarkun e Firit. Nuk e di për 3 kutit e para të cilat janë numëruar, nëse keni interes Partia Socialiste. Nëse më bëj një koment, ma kujtoj Pirua me intervistën e tij, që unë besoj dhe ky filogreqizimi i imazhit të PD-s, lidhja bilegati personale e Berishës me Fred Belerin, ka ndikuar jo vetëm në Vlorë, por besoj në gjithë Shqipërinë. Sepse unë mendoj ka qenë një taktik vetvrasëse e Sali Berishës ky raport me një person i cili ka qenë një dyshuar serioz për një ngjarje shumë të rëndë që lidhet me integritetin territorial të Shqipërisë dhe me një krim i cili pasoi me vrasjen e 2 ushtarakëve të Republikës së Shqipërisë. Kështu që edhe kjo unë mendoj ka qenë një kartë shumë, jo vetëm e gabuar, por gati vetë vrasje e Sali Berishës. Besoj dhe në mitingun e fundit nuk mungoi flamuri grek, unë jam për marrëdhënie të shkëlqyera me Greqinë, nuk kam asnjë lloj kompleksi. Unë mendoj që Greqia është shumë e rëndësishme në politikën e jashtme të Shqipërisë. Po Fredi Beleri për shkak të këtij faktorizimi që u bë në Shqipëri u zgjodh eurodeputet. Po që nuk ka rëndësi fare për mua në Greqi të zgjedh dhe kështu deputet mondial, a kupton, jo vetëm eurodeputet. Problemi është që në Shqipëri impakti ka qenë shumë negativ dhe unë mendoj që politika duhet jetë shumë e kujdesme në aspektet të tilla. Unë do të shtoj diçka tjetër ke parashkrimi që bëri zoti Koçi me drejt. Unë jam me origjinë nga ajo zonë dhe të them diçka, identiteti jonë është një identitet që pleqët tanë nuk e lidhin as me Shqipërinë, as me Greqinë, e lidhin me Epirin. Në sensin historik, Epirin thoshë nuk ka lidhe me Greqinë dhe kishin një lloj shikimi nga sipër, ashtu si dhe me Shqipërinë. Një sens që në kohën e Zogut dhe në kohë të veçanta ka pasur një, të themi, kufizim të lidhjeve të hinterlandit me pjesën tonë, që do të thotë nuk merr një furnizime nga Vlora ose kështu, ishte territori shumë i vështirë e tjera. Ne jetonim thjesht me kontrabandën që bëhesh në Greqi. Dhe është një element që zoti Koçi e preku vetëm nëpërmjet zotit Beleri. Ka një element tjetër shtesë. Njerëzit e Partisë Demokratike një marë u shmangën. Dhe zoti Koçi është nga aktorët më të vjetër politik dhe më të vjetër potent ke Partia Socialiste. Menefregizmi i tyre ka qenë i madh. E para që të shmangësh individ të cilët përballojnë jetë të vështirë në opozit nuk është e lehtë. Nuk të harrojnë e pjesën por moral dhe pjesën tjetër kështu. Kurse ke pjesa etnike ka dhe një element tjetër. Zoti Berisha nuk arrin të kuptoj atë që komuniteti jonë e ka kuptuar. Zoti Dule nuk na përfaqëson më. Nuk na përfaqëson. Nuk na përfaqëson më. Do të thënë një individ që... Ishte indikator në zgjedhjet e 2021, gati 500 vota që mori në... Besoj që duke mos njohur zonën, pa çka se e mendon që e njeh zonën, duke mos respektuar kanonet demokratike, Greqia i njeh kanonet demokratike. Shikosh për shembull në Greqi protestat që bëhen dhe kështu tregojnë që ata kanë vetdije të lartë dhe ti kupton ai nuk mund ta përfaqësojmë dhe këto lexime bëhen nga leximet e grupeve kapilare. Partia Socialiste, duam apo nuk duam ne, funksionon. Dhe din të bëjnë lexime reale në terren. Nga këto zgjedhje, nëse do vazhdoj ky trend, unë arrit të kuptoj dhe ndoshta kolegët do e shpjegojnë shumë më mirë se unë që Partia Demokratike nuk e njeh Shqipërinë dhe nuk do ta njohë Shqipërinë.
sepse nuk mund të shmangësh një marë, dhe më duket se bashkë kemi qenë që ju keni pas kryetarën e Partisë Demokratike të Imarës. Nuk mund të shmangësh. Nuk mund të shmangësh individ të tjerë të tyre. Ashtu si pjesën etnike duhet ta kanalizosh realisht ke problemet reale të tyre. Partia Demokratike nuk e ka bërë këtë. Sepse zoti Beleri vërtet në tukje është i mirë për marketing politik, po është i pamjaftueshëm për shkak të backgroundit që ka që të mobilizojë një marë. Zona e jonë është një zonë shumë... Backgroundit që përmendi zoti Koçi pak më parë. është një zonë shumë e koklavitur, për shembull... Dhe impakti në nivel kombëtar, që është negativ komplet. Shumë pjesa e Vunojt nga jam në origjinë, ne jemi pak më larg nga Imara, por edhe ne kemi shumë lidhje me Greqinë nga një pikpamje tjetër. Dhërmiu është krejt tjetër. Fshatrat e Mbasmalit, që janë fshatra të besimit musliman, janë krejt tjetër. Dhe këto lexime, këta njerëz duhet i bënin duke ullur, duke u kuptuar problematikën dhe duke u treguar që janë normal. Partia Demokratike në gjithë to zgjedhje ka treguar që nuk mund të ishte normale. Më besoni diçka dhe më falni që po flas kaq shumë. Sikur Partia Demokratike të bënte një naracion normal në këto zgjedhje, më besoni që do kishte rezultat mirë. Shqipëria ka nevojë për normalitet. Dhe në qoftë se keni parë me kujdes, zoti Rama e bëri projeksionin e të ardhmes, sepse në të ardhmen ti, po ti jesh i kujdesshëm, ti shmang edhe të kaluarën edhe të tashmen. Sepse nuk jep llogaritë për këto, e drejton vëmendjen përsipër. Dhe kaq u mjaftonte Partisë Demokratike të tregonin të tashmen dhe çfarë do bënin me arritjet që ka Shqipëria. Dhe Partia Socialiste bëri dhe diçka nëpërmjet administratës saj. Giro d'Italia ka qenë një nga reklamat më të jashtëzakonshme të Shqipërisë. Po thosha pak më përpara, nuk kam parë reklam turizmi dhe respekt për vendin tim më shumë se sa Giro d'Italia. Duke parë Rajin, kuptoje më se sa i bukur është ajo pjesë e vendit. Për herë të parë kam shijuar vendin tim, domethënë, shumë më tepër se sa nga reklamat që ne bëjmë. Kurse ti të nxirsh gjithmonë, bën autogol për veten tënde. Sepse, më falni edhe këtë, na e ka mësuar demokracia amerikane këtë, që ti, kur je në opozit, duhet ta nxirsh tjetrin sa më shumë. Por, në rastin e Shqipërisë, ne kemi të nxirr nga trashëgimia komuniste, nga kolaboracionizmi, nga situatat e vështira të mes dy luftrave. Po ti nuk mund ta tregosh Shqipërinë gjithmonë keq, sepse Shqipëria mbas viteve 90 ka ecur dhe me zotin Berisha, edhe me zotin Nana dhe me zotin Rama. E këtë nuk e kuptuan këta njerëz, vetëm nxi. Duke mohuar realitetin. Ka një dinamik tjetër ndërkohë, nuk qëndron në të njëjtat nivele ndarja e mandateve, ndërsa ruan Partia Socialiste 83 mandate, ka humbur një mandat Partia Demokratike, një mandat i cili i shtohet Partisë Mundësia dhe pikërisht në qarkun e Tiranës. Mundësia Gronsheja shkon në 2 mandate, Partia Demokratike në 13 mandate, ruan Partia Socialiste në 19 mandate. Një mandat Partia Social-Demokrate, një Shqipëria bëhet dhe një Lëvizja Bashkë. Për mua, më falni që po flasë prapë, nuk është lajmi mirë për... Që partitë e vogla marrin peshë elektorale? Më vjen mirë, po me naracionin që pashtë atyre është që nuk besoj që ato do sjellin ndonjë gjë të veçantë në parlamentin tonë, por gjithsesi janë dallandyshet e para. Dhe besoj që e ardhmja do jetë e mirë sepse do fokusohen formacionet të tjera. Por nuk më vjen mirë për Partinë Demokratike. Do doja shumë njerëz të tyre që janë ke listat e hapura. Listat e hapura të Partisë Demokratike unë gjej njerëz shumë me integritet se sa njerëzit ke listat e hapura. Po s'do hynë dot se ata një mandat në e marqin nga lista. Një ose 2. Ky është. Mendoj që do të ngushtohet akoma dhe më shumë diferenca? Mund ta humbin edhe mandatin e 13 në Tiranë? Jo, në marqin 1 plus. Ja dhe 2, por nuk sjell asgjë. Është shumë pak në raport me... Asaj që kishte projektuar Berisha, ai do një grup parlamentar që ka të dominuar dhe, si më thënë,
përbërja është një dhurat personale e tij. Zoti Koçi, mendon që forcat e reja politike të cilat në këto zgjedhje marrin një mandat ose dy apo përtej Partisë Social-Demokrate, do të kenë një jetë gjatësi në skenën politike shqiptare? E vështirë ta parashikosh, do varet nga dinamika e zhvillimeve në marrëdhëniet brenda vet opozitës. Pra, nëse ata mund të ndërtojnë një projekt të përbashkët, atëherë kjo mund të jetë një gjë që vlen. Nëse jo është një gjë që s'ka për të ecur, sepse bie fjala Agron Shea është sot në parlament. Dhe ka kohë që është, po themi, sjell si një projekt politik veç mas PD-s. Më kupton? Që do të thotë do ketë të njëjtën performancë në parlament si deri tani. Dhe nëse i bashkon dy mandatet e Partisë Mundësia, Partisë Demokratike shkon në 15 mandate që kishte në zgjedhjet e kaluara. Pra 13 i ka, dy Partia Mundësia 15 kishte. Se kur themi për qëndrueshmëri në politikë, ndonjëherë është e rëndësishme të kuptojmë edhe qëndrueshmëri në rritje apo qëndrueshmëri për të qëndruar në politikë, sepse përgjithsisht në politikë, sidomos edhe shqiptarët, nuk është se kanë dalë ndonjëherë nga politika. Ne kemi parti që ekzistojnë aty edhe pa mandate kandidate në zgjedhje. Në 35 parti? Ne, do me thënë, në raport... Një sistem që ngjall partitë e vdekura, ti kur fut këtë me listat e hapura, gjithë partitë e vdekura ngjall. Për shembull, në listat e Partisë Demokratike ka pasur një fenomen jashtëzakonisht problematik, që një pjesë e mirë e kandidatëve fitues në listat sigurta të Partisë Demokratike janë regjistruar me parti të cilat ne nuk i dim. Më thënë, parti të cilat mbasi të marrin mandatin, ata do marrin dhe para nga buxheti i shtetit dhe do llogaritet edhe si parti të vogla. Kështu që, po në raport me nevojën që ne kemi nga partitë e reja, unë mendoj që ne mbetemi në shansin e humbur. Pastaj në qëndrueshmëri, për shembull, fjala vjen, kam përshtypjen që të gjithë do qëndrojnë, sepse çfarë do bëjnë në fund ditës. Nuk janë dhe që më falë, nuk është se janë tamam parti këto, kam dhe përvojën time, po sepse janë thjesht imazhi një, po themi, një kryetari, nuk janë realisht parti. Për mua janë se po tjetë për imazh kryetari dhe Partia Socialiste, imazh kryetari ka sot. Po ka dhe figura. Me Edin dhe Partia Socialiste në Evropë. Jo, dakord, nuk është për te personalizimit, po. Unë jam dakord që aktorët e dytësor, mos të vim të ai diskutimi se po themi që u hap që parë për demokracitë e brendshme në partitë politike etj. Po PS-ja është parti politike, nuk diskutohet. Nuk ka rëndësi këtu se sa pesh ka kryetari sot. Kjo është tendencë globale. Kjo që bie fjala, ne kur erdhëm te varianti një antar një vot, praktikisht e varrosëm demokracinë. Një antar një vot është varri i demokracisë në një parti politike, është sistem presidencial. Një antar një vot, pa diskutim. Po kështu është, fillon një modë e caktuar dhe thonë o burra dhe bëhet kjo. Siç ishte kjo me listat të hapura. Sepse mendoni që populli do zgjedh kandidat. Nuk e zgjedh populli, zgjedh trafiku i influencës. Bie fjala, kush është influent, dikon dhe unë mund ta orientoj votën dhe them që shikoni atë filanin ju dhe del rezultati. Po mirë, po ose kush ka mundësi financiare mund bëj një fushat shumë intensive në rrjetet sociale. Është mundësia. Është mundësia. A do të kishte këtë pesh mundësia nëse do të kishte fushat sepse ka para kryetari. Po ja pa ke lëvizjen bashkë për shembull. Edhe ata të rinë televizjes bashkë të orientuar majtas, dukshëm kanë edhe liderin e tyre, kandidati nëse do marr mandatin nuk është kryetari i partisë, ndërkohë kanë le të themi një kanë më shumë vite ata. Absolutisht. Po shiko, dhe kanë më shumë vite si përvojë, krahasuar me Agron Shea. Po Agron Shea ka fuqinë financiare. Jo në politikë, po si përvojë si ndarë. Ky është një format i njohur. Jo të gjitha partitë janë qeverisëse, ka dhe parti kauzash, ka dhe parti lokacionesh. Siç mund të jetë Tom Doshi që ka një zonë caktuar dhe merr parti. Jo, ka fjallë, Arlind Qori është më me, do më ka kohë që është në skenë si strukturë. Po, në Shqipëri 7.600 vota ka deri tani, 7.630 vota ka në të gjithë Shqipërinë. Do më lejoni pak që ta diskutojmë që këtë pjesën e listave të hapura se ka shumë problematik. Do më thënë... Të kërkojnë ndjeset lira, ndjeset dy herë ta kam ndërprer, po ka një deklaratë kryetarit Partisë Demokratike, zotit Berisha, për ta ndjekur. Për Partinë Demokratike, procesi elektoral është procesi themelor i një shoqërie të lirë dhe i njerëzve të lirë.
Pra, është procesi më serios. Në këtë kontekst, jam këtu së pari për të shprehur mirënjohje, falënderim të madh për të gjithë ata komisioner, për të gjithë ata vëzhgues, numërues që e gdhin gjatë natës duke numëruar votat e qytetarëve. Së dyti, ju bëj thirrje të gjithë strukturave të Partisë Demokratike, komisionerëve vëzhguesve, kandidatëve drejtuesve, që të bëjnë gjithçka që të numërohet çdo vot, pa asnjë me përkushtimin më të madh, sepse çdo vot kundër regjimit meriton nderimin më të madh dhe vlerësimin më të madh. Unë sot, ose këtë kisha qëllimin kryesor të paraqitjes para jush, në mënyrë pra dhe njëherë një thirrje për demokratët, opozitarët, të tregojmë për kushtimin dhe seriozitetin tonë maksimal në numërimin, vlerësimin e çdo vote të hedhur në kuti dhe të mos kenë asnjë ndikim nga asgjë. Kjo është detyra më e rëndësishme për demokratët sot. Tani dhe njëherë, Partia Demokratike ju ka thënë shqiptarëve dhe botës se çfarë është procesi elektoral në Shqipëri. Këtu mos të ketë kush asnjë iluzion se ato konkluzione kanë qenë politike. Jo, ato kanë qenë bazuara dhe certifikuara tashmë nga forume politike ndërkombëtare. Ndaj dhe le durojmë për të përfunduar dhe numërimin e votës së fundit. Atëherë, Partia Demokratike do të bëjë të gjithë vlerësimet e saj. Partia Demokratike të gjithë vlerësimin e saj do ta bëj. Kësaj here, ju që pyesni, e keni shumë të thjeshtë. Mjafton të lexoni kriteret. Po nëse bëhen 710.000 për vot, nëse mbillen 10.000 hektar kanabis për vot, nëse punësohen 10.000 punojës për vot, nëse siç e pat vetë, dhe më falni se duhet bëj një falënderim të përzemët gazetarëve për raportimet e shkëlqyera që kanë bërë dhe sakrificat që kanë bërë, nëse ju pat qendrat e votimit të rrethuara nga patronazhistët katerantë dhe zyrat ilegale të Partisë Socialiste ngritura pranë qendrave të votimit, ju nëse pat faljen 2 net para të rreth 150 milion euro gjoba të mbi 170.000 qytetarëve, atëherë emrin zgjedhjeve ja u vini vetë, po unë nuk jam këtu për këtë sot, se këto i kemi thënë ne. Unë sot jam për të bërë thirrje
qytetarëve të numërojnë çdo vot. Ne të tregojmë përgjegjësi para atyre që kanë votuar duke numëruar çdo vot. Dhe ky është qëllimi ynë. Sot urdhëroni edhe një herë, asnjëri para këtij procesi nuk mund të bëjë automatik. Nuk mund të bëjë atë se këto nuk kanë ndodhur. Ju jeni dëshmitar që s'mund të hedhë sepse këto që thash unë janë 4 prej tyre janë me vendime zyrtare qeverie, janë publike, nuk janë private. Apo së shu, ka kritere për zgjedhjet, janë shkelur në mënyrën më të pamëshirë, përveçtjerash, xhabaftat, pojat, suelçela e tjerë të cilët nuk ka asgjë këtu të fshehtë. Pra, në këto kushte, nuk ka njeri që mund të vend dyshim. Këto që themi ne, por unë sot jam këtu për të kërkuar nga strukturat e Partisë Demokratike, pavarësisht nga çdo gjë, duhet është në detyrimin tonë të numërojmë çdo vot. Urdhëroni? Unë po paralajmëroj këtë? Po si po e paralajmëroj unë këtë? Po në qoftë se kryeministri firmos dhuratën kryeministrore 100 euro për vot, nuk është përgjegjësi e opozitës kjo. Në qoftë se kryeministri firmos mbjelljen e 10.000 hektarëve kanabis për vot, kjo s'është përgjegjësi e opozitës. Në qoftë se kryeministri firmos faljen e 150 milion gjobave 2 ditë para zgjedhjeve, kjo nuk është përgjegjësi e opozitës. Cila është, thoni ju këtu, përgjegjësia e opozitës? Çfarë mendoni ju se mundet opozita tjetë shëmbyll ndaj këtyre? Pa mundur, asnjëri i qytetëruar nuk mund të mbyll syt para këtyre. Por këto që janë të njohura, se nuk janë të panjohura as nga këto pavarësisht çdo vot duhet numërohet. Ky është qëndrimi ynë. Këto qëndrimet dhe akuzat që ju po bëni sot njësojnë shumë me qëndrimet dhe akuzat që ka bërë Lulzim Basha në 2017 dhe 2021. Por nga ana tjetër, në statutin e Partisë Demokratike Tani, edhe njerë. Vetëm ta përfundet. Po. Ka një klauzor që thotë pavarësisht çfarë do lloj pretendimi dhe akuzash që ngrihen mbi procesin, dorëheqja e kryetarit të partisë është e paguajshme. Do e zbatoni këtë. Tani edhe një herë. Nuk janë dhënë kur 138 licenca për 10.000 hektar kanabis. Nuk janë dhënë kur 100 euro për vot publikisht. Nuk duhet që të na pegojnë mjergulla të shohim drurt. Nuk ka ndodhur kur që të falen 2 ditë para zgjedhjeve 150 milion euro gjoba. Nuk ka ndodhur kur që në një vit elektoral të arrestohen apo të jenë në proces politik 3 lidhës e partive opozitare. Nuk ka ndodhur ndonjëherë këto. Nuk ka ndodhur ndonjëherë. Ka një rekord historik ky vend. Kjo është hera e parë. Besoj se jemi dakord. Kështu që asnjë prej këtyre nuk pajtohet me një proces zgjedhor të drejtë. Nuk pajtohet me parimet ndërkombëtare të zgjedhjeve të lira. Por kjo prap, dhe këto janë publike, nuk duhet që asnjë demokrat
të shmang apo të tregoj lodhjen më të vogël, me se lodhja është normale, në vlerësimin dhe numërimin e çdo vote. Besoj se përgjigja ishte shterruese. Këto zgjedhje. Urdhroni? Nëse ndërkombëtarët do të njohin këto zgjedhje, Partia Demokratike dhe ju do të pranoni rezultatin e dal nga kutitë e votimit? Vetëm ai që është sipër mund të ndaloj Partinë Demokratike pa bërë gjithçka për të mbrojtur votën e shqiptarëve. Ky komb do votoj i lirë. Ju them unë ju. Forcë në botë nuk do ketë të pengoj shqiptarët votojnë të lirë. Urdhoni? Trumpi është një forcë që mbështet fuqishëm zgjedhjet e lira në Amerikë dhe në botë. Pra dhe njëherë. Asgjë. E kuptoj pyetjen, di unë atë. Jo. Ta harroj kush se mund të pengoj shqiptarët pa realizue, pa votu edhe ata si kombet tjera të lira. Faleminderit. Ka përfunduar kryetari i Partisë Demokratike këtë konferencë për shtyp. Shkojmë në pak reklama dhe rikthehemi direkt në studio me analizën e asaj çka dëgjuam deri tani. Jemi rikthyer në studio në këtë maraton elektorale, me njëherë pas e dëgjuam edhe atë deklarat për media të kryetarit Partisë Demokratike, zotit Berisha, zoti Andoni, për ta mbyllur së bashku, si e pe këtë qëndrim të Sali Berishës? Pa kaotike dhe mendoj që nuk ishte objektiv për dalë. Zakonisht në momentet tilla duhet të jesh i fokusuar për gjërat që duhet të thuash dhe duhet të shpjegosh momentin ku zoti Berisha nuk bëri asnjë nga këto dhe mënyrën e inkurajimit për komisionerët e tij unë mendoj që është e tepër, sepse ata mbi të gjitha kanë detyrimin ligjor, e para dhe e dyta kanë angazhimin me partitë. Dhe thjesht angazhimi ligjor që kanë bëjnë, plus atë cakun që ka KQZ-ja që për 48 orë ose diçka më përpara do jep me rezultate, po mendoj që kjo dalje ishte e tepërt. Më shumë për t'inkurajuar, për të mbajtur dhe për të treguar që Partia Demokratike është sërish ajo, një naracion shumë i vjetër, se sa na tregoj diçka, se si po përtypet ke Partia Demokratike e gjithë kjo situatë. Po mendoj që ke Partia Demokratike po vinë momente jashtëzakonisht vështira. Kam në një pyetje shkurtimisht, nisur nga ju që pyetët ministrin Vengo pak më parë, në lidhje me atë godinën e madhe, me atë ndërtesën e madhe që mund t'ju zë brenda. Pse? Po e thash në mënyrë simbolike, po pse ka një postulat në demokraci që ka shekuj. Pushtetit korrupton. Pushteti më i madh korrupton absolutisht. Dhe zoti Rama i ka dhënë treguesit që shumë segmentet pushtetit e tij janë të korruptuara, do apo nuk do zoti Rama. E para sepse shikoj që nuk qasen mirë në realitet, dhe dyta që është gjëja më e vështirë, një pjesë e njerëzve të Partisë Socialiste ka një lloj arrogance që në mendimin tim është e tepruar. Çuditërisht, njerëzit e opozitës që duhet kishin empati më të madhe, janë njësoj për mos thënë shumë më tepër indiferent dhe përdorin një lloj naracioni me publikun që është te çdo lloj logjike të mundur. Dhe zoti Rama e ka kuptuar shumë mirë të në momentet që është me njerëzit, zoti Rama është njeriu më popullor i botës. Në momentet që është me njerëz, themi edhe të vështirë, bën dhe ai pjesën e vështirë. Një gjë që këta nuk arrin ta kuptojnë. Megjithatë ngrejina që po krijon zoti Rama, është ngrejin që një pjesë të njerëzve, politikanëve të Europës qendrore dhe lindore, po i tregon jashtëzakonisht problematik me vendet e tyre, dhe ne shikojmë rastin e Slovenisë sidomos,
më falni, e Slovakisë, shikojmë rastin e Polonisë me probleme pa fund, rastin e Ungarisë, rastin e Serbisë, që unë mendoj që ka shumë qasje me Shqipërinë, përsa i përket pushtetit, dhe por shikoj dhe rastin e Shqipërisë, por duhet jemi koshien dhe për diçka. Shqipëria e ka një lloj normaliteti që Zoti Rama po dita menaxhoj për interesin e vet. Sa përkthehet për publikun, unë vetë jam shumë skeptik, sepse shikoj indikatorët ekonomik, shikoj që qytetari shqiptar, këtë rritje ekonomike të qëndrueshme që ka Shqipëria, nuk është se po i përkthehet në mirëqenie. Çmimet, shporta shumë e vështirë, tani që vim pushimet, ke pjesën më të madhe, jo më të madhe, një pjesë begjit të madhe të qytetarëve shqiptarë që nuk mund pushojnë dot, normalisht. Për mos thënë dhe problematika tjera, po besoj ju do na jepni mundësi njëherë tjetër. Herë tjetër, të falenderoj shumë që ishit me ne në këtë studio. Ndërkohë në ekran kemi një foto të postuar nga kryeministri Edi Rama, ndërkohë që fliste Sali Berisha, telefonata e vllau tim Hashim ishte tejet prekse dhe komandanti ishte në formën e vet më të mirë, ka shkruar kryeministri Edi Rama, duke konsideruar si dhe telefonatën ndoshta të parë të urimit që vjen nga Hashim Thaçi. Zoti Koçi, prononcimin e Sali Berishës, deklaratën e tij ku duket se në një anë motivoi apo përpoj që të motivonte numëruesin. Pse kam një përshtypje që kur ka nuk vonoi ajo konferenca e shtypit nga paralajmërimi? Jo, nuk ishte një orë, po, tha më vonë pritet që të dalë. Po ndoshta, nuk e di, ndoshta duhet të ketë pasur. Mua më duk si një njeri që do më kishte planifikuar për të thënë diçka tjetër, dhe pastaj nga koha kur ka vendosur për të dalë dhe deri tek dalja, diçka mund të ketë ndodhur rrugës. Por nga gjuhë e trupit, nga komunikimi? Ishte i rënë, totalisht, edhe ishte edhe konfuz, siç e tha dhe Ben. Kështu që unë kam përshtypjen pasqyron gjendjen e çdo antari të Partisë Demokratike sot. Domethënë nuk frymëzon dot asgjë. Ishte pa pikë frymëzimi për antarët e vet dhe ajo thirrja që të vazhdohet termi mbrohet vota është pa kuptim. Vetëm Zoti. Ai do thotë të numërohet vota, ky është. Por lidhur me komentin që bëri Beni, domethënë kjo është shumë e rëndësishme dhe unë besoj se Rama këtë ka kuptuar. E ka thënë edhe herë tjetra, i shumë kur kanë mbaruar zgjedhjet vendore, sidomos në kohën kur PD-ja iku nga zgjedhjet, ai e ka thënë këtë gjë, që kjo është një përgjegjësi e madhe dhe që do shumë kujdes. Dhe unë kam përshtypjen edhe kësaj radhe, ai do përpiqet të bëj vëmendjen maksimale që kjo të mos kthehet në një rrezik, ky pushtet kaq i madh. Kaq i madh. Sepse gjithmonë rreziku potencialisht qëndron, sidomos në segmente nga njerë të ulta, shfaqet edhe më dukshëm. Edi Rama ka pyetur disa herë sot si po duket vota e diasporës. Kemi Ermal Qorin, i cili është në Parkun Olimpik, ku po monitoron procesin e votës së diasporës. Nuk e di, Ermal, përshëndetje edhe një herë. Kemi të reja të fundit nga vota e diasporës për të bërë ndoshta edhe një analizë në studio se si po shkon ky trend. Përshëndetje, po ka në fakt një përgjithësim të dhënave që lidhen me votën e diasporës, ka një numër të konsiderueshëm zarfesh që ka nisur të numërohen tani më, bëhet fjalë për gati 3270 zarfa me vota nga 194.000 në total, ku padyshim ajo çka vërehet është pikërisht kapërcimi, më falni, që është bërë nga ana e Partisë Socialiste në kuadër të votave të fituara. Nëse shohim edhe pasme në këtë çast edhe mendimin e operatorit, kemi në fakt pjesën që po bëhet me numërimin e votave teksa janë hapur zarfet, duke nisur në disa qarqe. Kujtojmë që mbrëmjen e dieshme kemi nisur me qarkun e Korçës, më pas ka vijuar me Kuksin, Durrësi, Berati, gjithashtu që vijojnë tani më të numërohen. Sigurisht shihet edhe në ekran, padyshim gjithçka monitorohet edhe nga ana e përfaqësuesve të subjekteve politike, por edhe vëzhguesve të tjerë të medias apo ndërkombëtar, ku procesi ka nisur prej pak orësh më parë, ku do të vijojë të shtrihet thuajse në të gjithë qarqet paralelisht me to. Nëse ndalemi vetëm pak sekonda tek qarku konkret, po themi i Beratit, meqense edhe numërimi ka nisur paralelisht ashtu sikur se po vijohet në Berat edhe këtu me votën e diasporës, vërejmë që janë numëruar
452 vota, pra janë hapur 452 zarfe, ku Partia Demokratike dhe Aleanca kanë 56 vota, ndërsa Partia Socialiste ka siguruar 313 të tjera. Vijon më pas duke pasuar nga koalicioni Nisma Shqipëria bëhet me 50 vota dhe vijon më tej me Partinë Mundësia 14 vota. Shqipëria bëhet ka 50 vota? Ermal, 50 vota Shqipëria bëhet? Po, Shqipëria bëhet 50 vota sa i përket qarkut të Beratit. Deri në këtë çast, pra janë hapur 452 zarfe nga numri total që kanë për qarkun e Beratit. Sigurisht i referohemi deri në këto momente të tjera, mund të ndalem pak edhe tek qarku i Korçës, me qenë se pati edhe dje problematika dhe që nisi sigurisht me kontestime nga të dyja palët. Kujtojmë që vota e emigrantëve të Greqisë, kryesisht të këtij shteti, po vendoset veçmas, çka do thotë që do të rinumërohet më pas, sepse pati disa kundërshtime të bëra gjatë ditës së dieshme. Jemi në Korçë. Nëse jemi tek në Korçë në fakt nuk kemi pasqyrim ende të bërë në pikërisht në aplikacion, ndërsa po tentoj të shkoj në një tjetër qark në Kukës. Jemi në Kukës, në 615 zarfe janë hapur deri në këto momente dhe shohim që janë rreth 436 vota për Partinë Demokratike dhe koalicionin e saj, ndërsa Partia Socialiste këtu sigurisht ka një diferencë për gati 133 votash në total, duke u pasuar më pas nga Shqipëria bëhet pra koalicion 24 vota, Partia Mundësia 11 dhe Partia Socialdemokrate 4. Pra, deri në këtë çast ka nisur, po themi, të gjitha ato zarfe të cilat kanë ardhur në disa qarqe që numërimi ka nisur paralelisht në gjithë Shqipërinë, por i nuk është pasqyruar dhe përditësuar në mënyrën 100% të saj edhe në aplikacion. Ndoshta në moment në vijim, në orën e vijim do të ketë një numër më konkret. Pasi edhe puna për hir të së vërtetës deri në këtë çast nuk është se ka qenë në një volum shumë të madh, por marr parasysh edhe shkëputjen që kanë bërë komisionierët për të bërë një shlodhje, por edhe problematikat që kanë ngritur kanë bërë që procesi të ketë ngadalësim dhe të vonohet paksa. Ermal, të falenderoj shumë për informacionet. Unë dua të marr vetëm 3 qarqe. Dua të marr Beratin, që përmendi Ermali pak më parë, dua të marr qarkun e Fierit, ku janë numëruar 1260 zarfe nga 26.204 që ka në total, dhe qarkun e Vlorës. Si rezultati në Fier? Në Fier është 799 vota për Partinë Socialiste, 215 vota për Partinë Demokratike, 138 vota për Nismën Shqipëria bëhet dhe 38 vota për Mundësinë. Përkthyer në përqindje 63.8% për Partinë Socialiste, 17.17% për koalicionin. Ndërkohë në Vlorë ishte 466 vota për Partinë Socialiste, 105 vota për Partinë Demokratike, 100 vota për koalicionin Shqipëria bëhet. Dhe nëse ndalemi dhe në Berat, ishte 56 vota për Partinë Demokratike, 50 vota për Shqipëria bëhet dhe 313 vota për Partinë Socialiste. Tu pa numëruar votat e Greqisë. Duket që rezultati i diasporës është shumë më i thellë se sa rezultati i votimit brenda vendit. Ajo që bie në sy është dhe fakti që shpeshherë kemi aty Shqipëria bëhet me Partinë Demokratike. Po bëri shumë përshtypje, po Elira. Vota diasporës është një risi në këto zgjedhje, e cila do sjellë 2 gjëra për mendimin tim. E para që ne do të kuptojmë se nga anon edhe si ka shkuar procesi dhe e vleti, do me thënë, unë mendoj se e vleti, po do me thënë si shkoj gjithë procesi. E dyta për mendimin tim, do të, në një farë mënyrë, do të vullos edhe përparësin e Partisë Socialiste në qofse edhe diaspora e voton. Sepse i gjithë diskutimi në fitoret e ndryshme të Partisë Socialiste ka qenë që ka administratën, i ka njerëzit në presion në Shqipëri, ka krimin e tjerë. Tani, diaspora konsiderohet si një vot që këtu ku jemi, pra nuk e dim se cilat kanë qenë problemet po. Edhe patronazhon, po do me thënë mund të ketë më pak presion. Ne nuk e dim, sepse problematika do t'i shohim më vonë, pasit marrë procesi, po deri tani, në parim, vota e diasporës duhet të qenë një votë e lirë. Kështu që kjo e cimenton akoma më shumë faktin që fitoria e Partisë Socialiste vjen edhe nga diaspora, s'pas ka qenë vetëm administrata dhe presionet. Pra është një plus për Partinë Socialiste në qoftë se merr edhe votat e diasporës. Nga ana tjetër, unë shoh që veçanërisht në disa qarqe,
dhe edhe nga vëndet ku ka ardhur vota e diasporës është interesante, diaspora i është përgjigjur atyre që kanë investuar më shumë tek ajo. Në rastin e Lëvizjes Shqipëria Bëhet, Lëvizja Shqipëria Bëhet ka investuar një pjesë shumë të madhe të jo vetëm fushatës, por edhe të aktivizmit të saj para se të bëhe parti, tek pjesa e votës diasporës. Dhe i është përgjigjur diaspora këtij lloji investime, duke mos votuar parti të tjera, të cilat kanë patur investime të ndryshme në zona të ndryshme. Për shembull, Partia Mundësia e ka bërë investimin e saj në qarkun Tiranë. Kjo ka qenë strategjia, domethënë investojmë në qarkun Tiranë dhe po ta shihni nga rezultatet e deri tanishme, ka marrë 2 mandate apo jo. Kështu që qytetarët e Tiranës i janë përgjigjur atyre që kanë investuar më shumë nga partitë e reja. Edhe Lëvizja Bashkë, kam një përshtypje po ashtu, ka investuar më shumë në pjesën e qarkut Tiranë. Kështu që kjo tregon një trend. Tregon trendin që qytetarët i përgjigjen atyre të cilët investojnë kohë edhe mund edhe fushat tek qytetarët. PS-ja i kushtoi më shumë kohë dhe mund diasporës. I ka kushtuar kësaj radhe po? Janë harxuar se tani ne bashkë studiojmë financimin e partive politike. Financat që janë shpenzuar, të cilat janë ende të dyshimta dhe sepse ne s'kemi raportime. Ne kemi pa, ishte i shtrenjtë. Ishte jo vetëm i shtrenjtë, po ishte, domethënë, u zhvendose gjithë qeveria dhe vajte i takoi për herë të parë. Nga PS-ja shkrete ndryshme nga ajo e PD-s që tha dhe Beni çfarë. Ti të shkosh jashtë dhe të nxish vendin tënd është shumë problematike. Nuk është puna vetëm ta nxish, unë mendoj që është diaspora thelbi, domethënë mendoj që është investim edhe në kohë. Diaspora, me që e ka lënë vendin, do të ishte një vot antisistem. Pra, pritshmëria midis diasporës kjo ishte. Pra, ata kanë ikur nga vendi. Ndoshta duket se ata kanë votuar për vitin e digjitali. Kanë përshtypjen vetëm në Kukë. Ka edhe periudha se kur kanë ikur. Analiza e votës diasporës është vlen të interesante. bëhet se nuk kemi të bëjmë pa, kemi të bëjmë më shumë, domethënë 2 fish. Domethënë Partia Socialiste diasporën në votat që janë numëruar e merr 2 fish më shumë se PD-ja. Mund t'i japte disa qarqe të tjera. Po dhe Lëvizja Bashkë ka bërë goxha aktivitet, bile është ngritur dhe problemi i financave. Shqipëria Bëhet, jo Bashkë. Po, kjo Shqipëria Bëhet. E Adriatic Klapaj. E financave, po, me cilat ka financuar njësoj si Partia Socialiste. I njëti problemi financave, sepse një nga problemet që unë dhe Migeni ngrem prej shumë vitesh, është e pjesa e transparencës financimit partive politike. Dhe një nga gjërat që kemi kërkuar, është kjo transparencë për të kuptuar pak edhe nga kush realisht mbështeten partitë politike, në mënyrë që dhe votuesit janë qartë. Se ky ligji për raportimin që ne kemi financiar, 3 muaj mbas zgjedhjeve, ne nuk na shërben në fund të ditës për asgjë. Na shërben si një leksion që zgjedhjet e tjera të kuptojmë që X parti pas ka pas transparencë apo X parti është financuar nga financime dyshimta. Ai raportim që ne duhet bëjmë dhe që duhet ta fusim ligj është një raportim live që ne të kuptojmë përpara se të votojmë se nga kush financohet kjo parti, kush e mbështet dhe cilët janë këta kandidatë dhe si i marrin financat. Nga ana tjetër, ajo që mungon dhe që ne e themi gjatë gjithë kohës, është transparenca edhe e funksionimit partive në përgjithësi edhe vjetore. Ne s'kemi asnjë parti politike sot në Shqipëri, e cila ka në website-in e vet, cilat janë të ardhurat, cilat janë shpenzimet, gjë që sapo hap faqen e partisë së kryeministres Meloni, ti e gjen që në menun e parë. Kontribute të ardhura shpenzimet partisë. A është një gjë e vështirë kjo për partitë politike? Nuk është një gjë e vështirë. Nuk është një gjë që e kërkon ligji, sepse ligji kërkon që partitë politike të raportojnë në KQZ, por është një gjë që jep qytetarëve dhe votuesve më shumë besueshmëri. Pra nëse ti do të sjellësh një model ndryshe, kjo është edhe një nga mënyrat për ta bërë, të cilën edhe partitë e reja, me sa ne pam, nuk arritën që ta sillnin në mënyrën e duhur. Dhe fundit për ta, se e kam me merak që e lam aty te fragmentarizimi i votës. Ne nuk mund të bëjmë shuma sot dhe të themi që shuma e votës së partive të ndryshme në opozitë, po të bëhet sot është më pak se sa votat e PS-s, sepse bashkimi nuk është vetëm aritmetik. Është dhe frym. Bashkimi është frym. Në qofse, me që po flasim për partitë e reja, në qofse partitë të cilat hynë të reja në treg, do të kishim bërë një koalicion me bazë të gjerë, një pol të tret, i cili i kundërvijej partive tradicionale që kanë dalë nga sistemi që ne kemi pranuar në vitin 2008, për mendimin tim, do të kishin marrë një numër
të madh mandatesh, aq sa për të vendosur edhe ekuilibrat që praktikisht një parlamenti i duhan. Kështu që kjo gjë nuk u arrit për arsye nga më të ndryshmet, nuk u arrit asnjë koalicion me bazë edhe më të gjerë, por ky ishte në fakt më i pamundur që të gjitha partitë opozitare të bashkoheshin te PD, sepse retorika e gjithë partive të reja ishte që ne nuk duam partitë e vjetra. Jo, nuk duam parti tradicionale. Pra ne jemi një model i ri që nuk kemi të bëjmë as me PS-n, as me PD-n, po të paktën duke e njohur formulën e sistemit, se po të kishim një sistem tjetër ndoshta, duke e njohur formulën e sistemit, duhet të kishin bërë një koalicion me bazë të gjerë mes të rinjve për të maksimizuar të gjitha ato vota, të cilat sot mund të digjen, ne nuk e dim akoma, po mund të digjen në rajonet caktuara dhe t'i kalojnë, siç e tham, partisë që ka më shumë vota. Se kjo është sistemi dhe kjo është formula, dhe kjo gjë diej, nuk është surprizë sot, kur ne lexojmë rezultatet e zgjedhjeve. Ma më bëri përshtypje të Elbasani, që kishte 450 vota për Partinë Socialiste, 113 vota për Partinë Demokratike, dhe një element tjetër që më ra në sy është për shembull në votën e diasporës, forcat e reja, Shqipëria bëhet apo mundësia e Agron Shea të kishin një lloj mbështetje, PSD-ja të ndoshit nuk ishte marrë të paktën nga ato që unë pash deri tani, në diasporë nuk ishte vota. Po dhe në Kukës është ishte. Edhe në Kukës. Shkojmë në një lidhje direkte me Elbasanin, Surjanin e kemi sërish në lidhje. Surjan, përshëndetje. Përpera të përshëndes edhe studion, më rejo të bëjë një pasqyrim të shifrave të deri më tanishme që vinë nga qarku i Elbasanit. Më lejo të fokusomi tek votimi brenda vendit, sepse ti pak më herët përmende edhe shifrat që vinë në këtë qark nga emigrantët shqiptar. Që për hir së vërtetës Elbasani ka marrë 10.2% të gjithë numrit të regjistrimeve. Nga 250.000, 25.000 ishin kërkesa të miratuara që vinin nga qarku i Elbasanit, po thjesht 90.000 zarfe janë kthyer në KQZ. Konkretisht, në gjithë qarkun e Elbasanit është Partia Socialiste ajo e cila kryeson me 43.200 vota, e cila pasohet nga Partia Demokratike dhe koalicioni me 20.381 vota. Në qoftë se dalemi tek 7 bashkit, nisim me Belshin, i cili ka 39 qendra votimi, nga ku janë numëruar vetëm 24 prej tyre dominon Partia Socialiste me afro 2.900 vota dhe pasohet nga Partia Demokratike me 1.736 vota. Nga Belshi, ikim në Cërrik, atje ku thuaj se ka përfunduar procesi i numrimit të votave, është një bashki e cila prodhon 57 qendra votimi, ndërsa deri më tani janë numëruar 56 prej tyre. Në pak minuta do kemi edhe një raport të plotë se sa është numri për secilën parti politike. Konkretisht, Partia Socialiste ka marrë 6.861 vota, ndërsa Partia Demokratike 3.430 vota në bashkinë e Cërrikut. Në Elbasan, aty ku është edhe numri më i lartë i votuesve, Elbasani me 4 KZAZ ka prodhuar 14.621 vota për Partinë Socialiste dhe pasohet nga Partia Demokratike me 8.904 vota. Gramshi me 48 qendra votimi në total, 29 të numëruara, ka prodhuar 5.700 vota, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike 1.602. Nga Gramshi ikim në Librazh, i cili ka gati 70%, po, në Librazh nga 55 qendra votimi janë numëruar 33 prej tyre, Partia Socialiste ka 5.806 vota, Partia Demokratike 2.113, në Peqin duket sigur procesi i numrimit shumë i ngadalë, sa që ne këtu në ambientet e Pallatit të Sportit edhe me shaka gazetari thonin njëri tjetri që sa komisioner ka Peqini, sepse sigurisht për të thyer pak edhe pritjen e gjatë. Një proces i cili është shtyr për orë të tëra, nga 26 qendra votimi deri më tani për orë të tëra janë numëruar thjesht 22 prej tyre. Kryeson Partia Socialiste me 3.770 vota dhe pason nga Partia Demokratike, e cila ka korrur vetëm 982 vota.
Nga Peqini do ikim në Bashkinë e Fundit, ajo e Prenjasit, ku nga 39 qendra votimi në total janë 24 të numëruara, dominon Partia Socialiste me 4236 vota dhe pasohet nga Partia Demokratike me 1663 vota. Dërsa përsa i përket, siç e tham, votave të diasporës, Partia Socialiste deri më tani, numërimi deri tanishëm ka rëmbyer 450 vota, ndërsa Partia Demokratike dhe Koalicioni 113 vota. Në fakt, do doja shumë t'i bashkohesha debatit në studio, por në qoftë se në ndihmon për një analizë më qartë. Rikujtojmë këtu që në qarkun e Shkodrës, në parlamentaret e 2025-ës, kemi të bëjmë me një ish deputet të qarkut e Elbasanit, konkretisht zoti Luciano Boçi, i cili është vendosur sigurisht nga Partia Demokratike në krye si drejtues politik për qarkun e Shkodrës. Dhe në qoftë se flasim për shifrat që Shkodra ka deri në këto momente, dominon Partia Demokratike. Mos gaboj 2 mandate në Shkodër dhe pasuar nga Partia Socialiste me 1 mandat. Këtu pastaj do na duhet të jemi në studio për të interpretuar edhe këto shifra, po duket sikur diçka nuk ka shkuar me qarkun e Elbasanit për sa i përket kampit opozitar, sepse mund të ketë qenë fushata e bërë, mund të ketë qenë programi i Partisë Demokratike, apo ndoshta dhe zgjedhjet e partisë dhe këtij koalicioni. Të falenderoj shumë për analizën. Dua dhe një koment të fundit nga zoti Petro Koçi përpara se të largohet, edhe me Edlirën edhe me Migenin do të shndrojmë edhe pak pas reklamave për të analizuar dhe shifrat e fundit, edhe 30 minutat e fundit. Elbasani, 10-4. është njëjti trend në të gjithë vendin, nuk është puna se... Duke përfshirë votën lokale, por edhe votat deri tani nga votimi nga jashtë, është 52, këtu janë për gjithë Shqipërinë, ja të flas vetëm për Elbasanin. Vetëm për Elbasanin... 23.000 Partia Socialiste, 20.000 vota Partia Demokratike. Problemi është që Gremina ku ka rënë PD-ja është në çdo qark. Ka mbetur vetëm Kuksi. S'është në çdo qark, se në rastin e Shkodrës ta që ishte në përparësi apo jo? Po, është Shkodra. Shkodra dhe Kuksi janë, Shkodra dhe Kuksi janë... Nuk e di sa është në raport me të kaluarën. Atëherë, Partia Demokratike ka 5 mandate, Partia Socialiste ka 4 mandate dhe Partia Social-Demokrate 2 mandate dhe Kuksi që është 2-1. Këto janë. Ishte interesant ajo që tha kolegu juaj pak më përpara. Për zotin Boçi. Për zotin Boçi. Është shumë e rëndësishme të kuptojmë se cili është njeriu që çon. Pra, ne mendojmë se njerëzit votojnë logët e partive. Sali Berisha është bashkëpunëtori i fitores Partisë Socialiste. Ishte edhe Saliani në... Nuk është... Unë kam një bezdi shumë të madhe, do me thënë mënyrën se si ne bëjmë politikë në Shqipëri duke u bazuar vetëm te liderat. Kjo gjëja nuk na pëlqen dhe ne vazhdojmë të japim fuqinë liderat. Ja i caktoj, e kishte fjalën që u hoqi Luciano Boçi, shkoi në Shkodër dhe u zëvendësua me të tjerë. Po pra, po nga ana tjetër, e kuptoj, po nga ana tjetër unë e shoh pozitivisht. Pra e shoh që ti kur zgjedh njerëzit e dur, edhe kur nuk janë në vendin e tyre, ata performojnë pozitivisht. Dhe ne duhet kuptojmë që nuk është se ne flasim vetëm për liderat dhe ju japim... Po kështë ka performon pozitivisht njeri? Partia Demokratike Partia Demokratike e ke, më falë, e ke me distancë nga Partia Socialiste, e ke vetëm 2.000 votë. Po është bashkinë e ka Partia Socialiste. Bashkinë e ka Partia Socialiste, dashin e duhet kuptojmë edhe se kush e ka pushtetin vendor. Sepse është vjen nga një... Ne po flasim për një bastion të Partisë Demokratike që e ka marrë Partia Demokratike. Flasim pra, po e ka humbur në zgjedhjet vendore. Tani ai vjen dhe rimer. Pra është shumë e rëndësishme personi ku vjen. Është personi i cili për zgjidhet dhe prandaj partit duhet jenë shumë të kujdesshme se cilat persona vën edhe në krye të qarqeve, po edhe në listat e qarqeve. Për mua është shumë i rëndësishëm personi dhe jo vetëm logo. Fitoria e Bashkisë së Shkodrës ka pasur një rol edhe koalicioni me Socialdemokratët, një marrëveshje e heshtur. Nëse bëm prap koalicionin midis Partisë Socialiste dhe Socialdemokratëve në Shkodër, Partia Demokratike të del 10.000 vota mbrapa. Po çfarë koalicioni? Se nuk bëhet koalicion por zgjedhor.
Po zgjedhor nuk bëhet gjë. Po zgjedhor. Çfarë të bën? Nuk i bashkojnë dot votat. Pritshmëria ka mandat. Pritshmëria ka Shkodrës për qeverisjen. Po them në minorancë. Gjithë spektrin është minorancë. Pritshmëria në qarkun e Shkodrës ka qenë që merrte 6 mandate Partia Demokratike, 3 mandate Partia Socialiste dhe 2 PSD-ja. Ose PSD-ja pretendonte të merrte 1 mandat të tretë që mund t'ja merrte Partia Socialiste. Pra fjala është nuk e ka rimar dot bashkim. Ishte 6 me këtë rezultat në vlerat e bashkisë, në kuptimin e... E kuptoj, megjithatë Luciano Bocci, kudo që shkon, ka një performancë të mirë. Këtë gjë duhet ta pranojmë dhe nga ana tjetër, duhet të pranojmë faktin që njerëzit nuk votojnë më vetëm logot, po ka nevojë për lista, për drejtues dhe për njerëz të cilët të jenë njerëz të saktë. Atë shohim edhe në listat e Tiranës. Me këtë lëvizje Berisha i ka dëmtuar edhe Elbasanin dhe Shkodrën. Nese, me lëvizjen e personit, unë e kam tek individët, duhet të mësojmë të mos votojmë vetëm logot, po duhet të mësojmë të shohim se cilët janë individët që janë kandidat, cilët janë individët që janë drejtues, dhe të mos shkojmë të votojmë vetëm logon se është një parti apo është një parti tjetër, po të zgjedhim njerëzit. Këtë gjë na jep mundësinë, lista e hapur të cilët ne e kërkojmë më shumë ngulm dhe që kundërshtohet nga politikanët për arsye nga më të ndryshmet, sepse njerëzit kanë mundësi të tregojnë duan më shumë Migenen apo duan më shumë Edlirën. Kjo është ideja dhe nesër pas nesër, kur ti vazhdon karrierën tënde politike, nuk je në parlament me 500 vota se ke qenë në listë mbyllur, po je në parlament me të 15.000 votat e tua dhe ke zërin tënd shumë të fortë edhe ndaj ti lufton kundërshtarin dhe po fitove. Po ne kemi pasur një këtë dhe fiton të ai që ishte më i fortë me mus. Po pse tani nuk kemi të njëjtën gjë tani? Ndërkohë që ka fituar në mazhoritar, kështu që nuk ishte ka thyer edhe hersin në zgjedhjet e kaluara. Kam përshtypjen që flasim për individ. Po hersin e thyen brenda partisë tënde, nuk është puna se Nëse prapë. Mirë, falenderoj Petro Koçin për prezencën sot në studio. Shkojmë në pak reklama dhe kthehemi në minutat e fundit. Jam i shfrytëzueshëm këto ditë meqense